Kam dëgjuar që ka filluar dhe Reali që hapin kampe verore për lojtarë nga e gjithë Spanja, po ashtu nga e gjithë bota. Dhe do është një vend që fokusohet më shumë të nxjerrë produktin e brendshëm. Pra të mos ketë më shumë blerje të jashtme siç është bërë në Itali dhe që ka shkuar drejt kësaj gjendje. Që fokusin më të madh në Serie A e kanë për lojtarët e huaj sesa për lojtarët italianë. Dhe shoh që nxjerr shumë lojtarë të mirë dhe nga ekipet vogla, domethënë duke marrë për shembull nga Villarreal, nga Valencia, arrin të nxjerrë lojtarë që mund të shkojnë deri në ekipin e parë. Interesante. Kur e mban mend finalen ose më saktë Ledja, finalen 2002-shit kujtohet? Gjermani-Brazil? Mua më kujtohet se jam në Brazil. Më kujtohet. Më kujtohet edhe shumicën. Mua nuk më kujtohet se nuk kam pas lindur fare në atë periudhë. Unë nuk kam qenë 3 muaj atë. E për generata, çfarë po themin? Shumicën e shoqërisë e kisha me Brazilin. Okej. Edhe isha ndër të vetme që Vazhdo bëja ti ke tifo për shok Gjermanin. dhe shoqë, Po, e vërtet. Jam shumë me Brazilin sesa me Gjermanin. Kanë qenë me Italinë. Me Gjermanin pak kam pasur në shoqëri, por unë që isha brorisja fort, kështu që i sfidoja. Mi, ka që, do më thënë, jo e lidhur, po ka që tifoze, ke parë ndonjëherë që ta ushtroje këtë? Ose në mos futbolli, do një sport? Kam qenë valltare, pra sport është dhe ai. Jo, është pastaj sport elitar. Jo, Jo. Futet te kartet. Gjë e bukur. Tani nuk kam qenë. Tani jo, thuaj, nuk kam, është mbyllur kjo gjëja. Po të kisha një çun, e sigur që do ta bëja futbollist, sepse më pëlqen shumë futbolli. Por që e kam gocë, ndoshta ajo shkon në basketbol, shkon në basketbol. Po e ka tradit Korça basketbollin e femrave. E ka, e vërtet është. Korça dhe Vlora. Edhe Fieri. Po, dhe ka ekip shumë mirë Korça. Korça ka, po. Ka patur në historikisht. Po. Spanja. Spanja tash është akoma me trofeun e vitit kampionatit. Dhe lajm të Spanjë është jasi lojtar nga Real Madridi. Asnjë. Edhe kjo ndosha ka ndiku dhe negativisht në gjithë atmosferën. Shumë negativisht ka ndikuar. Mos kesh asnjë lojtar që parë që Spanja vjen pa një lojtar të Realit Madridit, domethënë. Por me ndeshjen që zhvilloi, ajo e kontrolloi totalisht lojën. Sigurisht, domethënë Reali nuk ka qenë shumë mirë në këtë edicion, po jo sa për mos u përfaqësuar. Po emri i Realit është gjithmonë emri i Realit dhe futbollistë e Realit. Jo, si duket është ai politik sepse edhe Spanja, po edhe Gjermania nuk mbështetet më ke ekipi i Bayernit. Po, Gjermania ke Bayerni. Këtë kampionat jo. Në ndeshjen e parë që pam... Loja Bayernit ishte në kontare. Po e i kthej në Spanjë. Spanja realisht e kontrolloi lojën.